Sipas standardeve të Bashkimit Evropian, një nivel zhurmë që të konsiderohet i padëmshëm për shëndetin nuk duhet të kalojë 50 decibel. Por në shumë qytete shqiptare, ky kufi është te i kaluar dukshëm. Tirana, si kryeqyteti më i populluar dhe më i ngarkuar me trafik, mban rekordin me vlera që arrin deri në 80 decibel në zonat më të zhurmshme. Kjo do të thotë se banorët e saj, përfshirë fëmijët, jetojnë për ditë në një mjedis me rreth 30% më shumë zhurmë se maksimumi i normës së lejuar kudo tjetër në Europë. Në orët e para të mëngjesit deri në orët e vona të natës, njeriu nuk gjen qetësi që nga zhurmat e makinave, borijat kur zgjohen, të gjitha shpërthimet e fishek zjarreve që nuk mbarojnë deri në mesnatë. Ndryshe nga shumë kryeqytete të tjera europiane, Tirana ende nuk ka zona të shpallura të qeta, ku niveli i zhurmës të jetë i kufizuar gjatë orarëve të caktuara. Emisioni sepse ka zbuluar se Bashkia e Tiranës ka nisur procesin e hartëzimit akustik, por puna është ende në fazat e para, në atë teorik. Një ndër burimet më të mëdha të zhurmës në qytete janë boritë e makinave, të cilat përbëjnë një problem të vazhdueshëm për shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve, sidomos të fëmijët. Mjekët paralajmërojnë se zhurma e lartë ndikon drejt për drejt në sistemin nervor dhe emocional të njeriut, e më të dobtit në këtë aspekt janë fëmijët. Ata janë më të ndjeshëm dhe trupi i tyre nuk është ende i përgatitur për të përballur me tinguj të tillë të fortë. Pasojat mund të jenë serioze, humbja e pjesshme ose plotë dëgjimit, ankth dhe panik, vonesë në zhvillimin e të folurit tek bebet, vështirësi në përshëndrim dhe ulje të performancës në mësim. Mes atij që i bie boris dhe atij që e dëgjon, krijohet një zinxhir stresi. Shoferi që shfryn tensionin e vet, ja përcjell të njëjtin stres qytetarit përreth, duke e përhapur ndjesinë e lodhjes dhe nervozizmit në të gjithë qytetin. E gjithçka sërish shfryhet në familje, ku sërish viktima janë jo thjesht prindërit, por më shumë fëmijët. Ndaj të jetosh në Tiranë në këto kushte është një dënim për veshët dhe për trurin e çdo banorit të kryeqytetit. Endit, falenderoj që e bërë pjesë e kësaj interviste. Do të flasim për një nga temat që së fundmi ka prekur shumë qytetarët e kryeqytetit, por jo vetëm dhe të gjithë Shqipërinë. Dua të bëjmë një panoramë të përgjithshme, ku gjendet Shqipëria përballë ndotjes akustike dhe cilat janë ato zonat të cilat nga ekspertiza juaj ju i cilësoni se më të zhurmshmet. Faleminderit për mundësinë. Atëherë shkurtimisht ne po zhvillojmë një projekt i cili quhet Qytetarët raportojnë mbi cilësinë e ajrit dhe zhurmat. Zhurmat normalisht është një faktor kryesor kyç i shqetësimit të qytetarëve. Projektin ton aktualisht po e zhvillojmë në 6 bashki të Shqipërisë, në Korçë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Fier dhe Tiranë. Pra, nëse do të flasim për elementet kryesor që shkaktojnë zhurmën, keni vënë re nga dalja në terren se cilat janë ato, po flasim këtu për gjithë Shqipërinë, jo për qytetet e përkatëse. Atëherë, për gjithë Shqipërinë vlen për të përmendur transporti i mjeteve. Gjithashtu në Tiranë është pjesa e ndërtimit, por kryesisht është trafiku rrugor. Pra, makinat janë elementi kryesor që shkaktojnë ndotje akustike tek qytetarët. Po. Por sa i përket bizneseve, si përballen ato me pjesën e ndotjes akustike? Janë ato shkaktarët apo janë ata që presin më shumë zhurma, le të themi? Kryesisht ndodh nga qarkullimi i tepërt i njerëzve, siç jemi në zonën e pazarit ku ka fluks të vazhdueshëm të turistëve, grupeve të mëdha, dhe janë ndotje pikësore, ndotje të vogla të cilat ndikojnë tek rezultatet e monitorimit. Ne po bëjmë monitorim alternativ, pajisjet janë të certifikuara, por jo për një standard, po themi në nivel qeveritar, për të marrë përsipër për të publikuar të dhëna. Pra, ju po bëni diçka, le themi, në thonjza për të ndihmuar sadopak që tregoni se sa është ndotja akustike. Duke qenë se aktualisht nuk ka monitorime të cilat vazhdojmë për ndotjen akustike. Pra, vetë shteti nuk po bën ndotje akustike apo bën dhe me sa jam në dieni, ka filluar të ketë një monitorim, se si po zhvillohet nuk jam i informuar, po
ka filluar një monitorim i cilësisë i nivelit të zhurmave. Patjetër që lidhet edhe me ndotjen e ajrit. Endi, në atë bashki ku ka zhurma, ku ka ndotje akustike, patjetër logjikisht ndotja e ajrit është edhe më e lartë. Si paraqitet në këto bashki që ju keni pasur ekspertiza, ky element? Siç e përmenda, zonat të cilat ne po kryejmë monitorimet janë përgjithsisht zonat urbane, pra ku ka ndërtime, ku ka popullsi dhe ku popullsia është e përqendruar. Një qasje përgjithshme se cila zonë ka karakteristikat e veta, për shembull në qytetin e Korçës vlen për të përmendur sezoni dimit, ku qytetarët apo turistët përdorin për pjesën e ngrohjes djegën me soba druri. Është ky nga elementet pra që ndikon? Një nga elementet sezonale, le të themi. Për shembull, gjatë sezonit veror ndihet në qytetin e Fierit fluksi i makinave për të shkuar drejt jugut të Shqipërisë. Është ajo zona, le të themi, që mbi ngarkohet më së shumti kur qytetarët drejtohen Bregdetit të jugut. Kur drejtohen Bregdetit, Tirana është pothuajse konstante në çdo moment, duke qenë se është përqendrimi i lartë i popullsisë. Duhet kemi parasysh që një zhurmë, ne kemi një simace decibel mbi 85-80 decibel, konsiderohet e dëmshme për dëgjimin e njeriut. Dhe përgjithsisht zhurmat e trafikut, zhurmat e makinave, të motorçikletave, burijet e tjera, janë zhurma mbi 85 decibel dhe detyrimisht ndikojnë tek dëgjimi i të gjithë popullatës, që mund të çojnë her pas here në ulje të përkohshme, të pjesshme, por në ulja mund të jetë dhe përhershme, që patjetër që përkthehet dhe në probleme ose në ulje dëgjimi në këtë popullat. Por në momentin që një person, po marrim një nga zonat që është më të zhurmshme të kryeqytetit, Pazari i Ri apo Zoguzi, në mënyrë konstante qëndron në këtë zona me zhurmë, çfarë dëmesh i shkakton? Ka më shumë dëm apo? Sigurisht që e sigurt që tek një person që ekspozohet ndaj një zhurme të lartë të vazhdueshme, e sigurt që do ketë një problem shëndetësor. Se sa do jetë ky problem në dëgjimin e tij, kjo është variabël, varet nga shumë faktorë, varet nga koha e ekspozimit, varet nga niveli i zhurmës, varet dhe nga lloji i individit. Ka individ që i tolerojnë mirë, ka individ që nuk i tolerojnë mirë, por ka pasur studime për këtë në shumë vende të botës, por sigurisht dhe në vendin tonë që përgjithsisht janë marrë kampione në personat që punojnë afër këtyre zhurmave, por edhe banorë të zonave të kryqëzimeve, për shembull më pikant. Janë marrë kampion nga policë, nga mirëmbajtës rrugësh e të tjerë dhe është vënë re tek këta që këta ka pasur ulje disa prej tyre edhe të theksuara të nivelit dëgjimit. Sigurisht që dëgjimi është një komponent kryesor në jetesën e çdo individi. Endi ndodhemi në kryeqytet, është një nga zonat më të ndotura, ashtu siç biseduam fal edhe ekspertizës tuaj. A mund na thuash cilat janë ato 5 zona apo 3-4 zona që ju keni identifikuar si zonat më të zhurmshme të kryeqytetit? Atëherë, kryesisht këto zona janë akset rrugore të cilat drejtohen drejt qendrës. Një për të përmendur që vlen është Zoguzi, rruga Durrësit dhe pjesa qendrore, ku kemi ndjeshëm nivele të larta të ndotjes akustike të zhurmës, që trafiku është elementi kryesor më? Trafiku është elementi kryesor, normalisht shumë makina. Shqiptarët vetë përdorin shumë makina. Kemi statistika se sa makina përdorin? Në një mesatare me rezultatet të viteve të mëparshme, por do të jetë akoma në rritje, në një familje prej 4 personash është minimumi 2 automjete. Pra 2 makina, i bie që minimalisht 2 persona të kenë 2 makina në një familje shqiptare dhe ky është elementi kryesor i zhurmave. Duke mos harruar që ka dhe bizneset të cilat kanë automjetet e tyre, të cilat qarkullojnë gjatë ditës. Qoftë për furnizim, por edhe personalit të tyre. Ne ndodhemi në një nga zonat që ju e keni identifikuar si të zhurmshme, që ka ndotje të lartë akustikës në Pazarin e Ri. Unë dua që të dëshmojmë live një matje për cilësinë, për zhurmën akustikën, pra në zonën që ne ndodhemi, por patjetër që lidhet me cilësinë e ajrit. Dhe mund na bësh një krahasim edhe me pjesën e të Bashkimit Evropian, si paraqiten standardet atje dhe si janë në krahasim me Shqipërinë. Atëherë, standardet sipas Bashkimit Evropian për të qenë, le të themi, në një nivel të shëndetshëm, gjatë periudhës së ditës, nga ora 6 të mëngjesit deri në 10 të darkës, niveli i matur në shkallën decibel
nuk duhet i kaloj 50 ose 55 decibel. Pra, kjo është norma që vendos Bashkimi Evropian për ndotjen akustike që duhet të Për të konsideruar një aktivitet pra normal. Që qytetarët është vënë re që në pjesën e parë të ditës ka patur tejkalime të shpeshta të kësaj norme deri në 86 decibel. Pra deri në 86. Por duke përmendur që këto janë një matje momentale dhe nuk janë në mesatare, pra që do të thotë 86 është nga kalimi një makine me fuqi të madhe, një përplasje nga ndërtimi apo një muzikë momentale e cila kalon, trafiku, orari, gjitha, një bori makine. Po gjithsesi është një mbatës i përafërt i mesatarë si ndosë Shqipëri. Pra 50 e ka Bashkimi Evropian, në kryeqytet mund t'i kaloj edhe 80-85, pra janë pjesa e njësisë. Mund ta dëshmojmë live matjen për t'i treguar edhe qytetarëve, domethënë se sa aktualisht ndodhet në orët e para të mëngjesit, pra ndotja akustike pikërisht në Pazarin e Ri. Patjetër. Atëherë duke ndezur aparaturën, presim sa po të stabilizohet, ne tani në moment jemi duke folur, por në momentin që do të rrim qetësi, do të shohim që për 3-4 sekonda ka një stabilizim të zhurmave. Siç e shohim, vlerat luhaten pra nga 60 deri në 70 decibel. Po, 74 shkojnë në momentin që erdhi autobusi. Ajo që thash që janë ndotje momentale. Pra, ndotje momentale. Pra edhe transporti publik duke se që ka një nga ato elementët që duke qenë se ndikon. është automobil, normalisht ka ndikimin e vetë.